Të hënën, shkollat e mesme me vende të lira sërish do të hapin dyert për semimaturantët që nuk kanë aplikuar për arsimin e mesëm, si dhe të tjerët që u refuzuan në shkollat të caktuara gjatë paraqitjes së parë. Më shumë vende të lira kanë shkollat profesionale, me përjashtim të atyre të mjekësisë. Në shkollën Dimitar Vllahov, pak vende të lira kanë mbetur në drejtimet parukier dhe dizajn grafik. Ndërkohë, sipas drejtuesve të shkollës, më shumë vende të lira kanë profilin kimi dhe teknologji, që ka të bëjë me profesionet teknik i ushqimit dhe përpunues mishi. Ky është një sektor që vërtet duhet të plotësohet dhe duhet të përgjigjet kërkesave të tregut të punës. Një apel për nxënësit e klasës së 9, mos ngurroni të aplikoni. Këto janë klasat të dyfishta ku Ministria subvencionon ose ofron bursa prej 3.500 denarësh në muaj për secilin nxënës, që do të regjistrohet në arsimin e dyfisht. Arsimimi në drejtimin për teknik të ushqimit dhe përpunues mishi, mes tjerash mundëson punësim në doganat e vendit, ku bëhet pranimi i ushqimit nga një shtet tjetër, si dhe në laborator të ndryshëm ku analizohet cilësia e ushqimit. Gjithashtu, mësimdhënësja Valbona Kadriu vlerëson se prezenca e teknikëve në fjalë është e domosdoshme në tregun e punës, duke marrë parasysh mungesën e këtij kuadri. Mund të punojnë edhe në për hapësira më të vogla, për shembull në për pasticeri, në furra të ndryshme. Gjithë aktiviteti ose ardhmëria shihet në një industri të ushqimit. Industria e ushqimit në gjysmë shekullin e fundit ka marrë një hof shumë të madhe dhe neve në çdo ditë hasim me ushqime të përgatitura, me ushqime të gatshme, të gjitha këto procedura kalojnë nëpër duart e teknikëve të ushqimit. Prezenca e tyre është e domosdoshme në tregun e punës dhe ndërsa për momentin kemi mungesë të këtij kuadri. Në paraqitjen e parë në shkollën profesionale Dimitar Vllahov kanë aplikuar 174 semimaturant. Sipas dikasterit të arsimit, mbi 14.000 semimaturantë tashmë kanë aplikuar në shkollat e mesme të vendit, ndërkohë rreth 17.000 semimaturant kanë përfunduar arsimin fillor.